Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Për krijesat e Zotit. Ai e prodhoi krijimin pa ndonjë shembull që ai do mund ta ndiqte dhe pa ndonjë model paraprak të ndonjë krijuesi tjetër të njohur, nëse do kishte vërtet ndonjë që mund të kishte krijuar përpara tij. Ai na dëshmoi mbretërinë e fuqisë së tij dhe mrekullira që flasin për mençurinë e tij. Pohimi gjërave të krijuara se ja detyrojnë qenien e tyre vetëm atij, na bën që t'i shohim si argumente për pranimin e tij. Madhështitë e krijimit të tij janë shenjat e fuqisë së tij krijuese dhe simbolet e mençurisë së tij. Çdo gjë që ai ka krijuar është argument në favor të tij e udhërrëfyes drejt tij. Drejt tij udhëzon edhe gjëja më e heshtur, e udhëzimi i saj për te krijuesi i saj është po aq i qartë sikur të fliste. O Zot, unë dëshmoj që ai që të krahason ty me mëvetësinë e organeve dhe artikulacionet e gjymtyrëve të trupit të tij, nuk e ka pajisur bot kuptimin e tij me dije për ty. Zemra e tij nuk ka fituar bindje deri në pranimin që ti s'ke shok. Duket se nuk i ka dëgjuar idhujtarët kur denoncuan perënditë e tyre false, duke thënë për Allah ne kemi qenë krejt të çoroditur kur ju përqasnim me Zotin e botëve. Janë në gabim ata që të krahasojnë me idhujt e tyre, që të veshin veshje të krijesave me fantazinë e tyre, që të atribuojnë pjesë trupore nga vetë mendja e tyre e që të imagjinojnë sikur krijesave të llojeve të ndryshme. Sipas gjithë asaj që thuhet në ajetet e tua të vërteta e dëftohet nga dëshmia e argumenteve të tua të qarta, dëshmoj se kushdo që të barazoj me diçka nga krijimi yt, pranoj të ngjashëm me ty dhe se kushdo që pranon të ngjashëm me ty është i pafe. Dëshmoj po ashtu se ti je Zoti të cilin nuk mund ta lidhin dot litarët e intelektit, që pastaj të thuhet se gjendjen tënde mund ta ndryshojnë me anën e sajesave të tij dhe as vargojnë të mendjes që pastaj qenia jote të quhet e fundme e të vështrohet si objekt shëndërimesh.